hapur votimi qyshëm në kohë nga ora 7 ka filluar që qytetarët ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe në fakt për aq sa kemi qëndruar në këtë qendër më të madhe të votimit ka pasur interesim mjaft të madh të qytetarëve për ta ushtruar këtë drejtë. Megjithatë, ekipa jon ka hasur në një problematik të një familje nga kjo komunë ku një zotëri ka pakënaqësi për bashkëshorten e tij e cila nuk po mundet të votojë kësaj radhe, ndonse votimi të drejtën për të votuar e ka ushtruar herave të kaluara. Apo na prezantoheni fillimisht të nderuar dhe cili është shqetësimi juaj? Unë jam Nazmi Bega, përndryshe pensionist 76 vjeçor. Po ndona shumë i pakënaqur për arsye se bashkëshortja ime nuk mujti me shfrytzu drejtën e saj ligjore edhe kushtetuese me votue për cilën jemi përcaktuar si gjithherë me orë, me kohë edhe me dokument valid, edhe bashkëshortja të njëjtin dokument e ko pa kur një farvejtje. Vetëm për arsye kemi marrë përgjigje nuk mundet kjo me votu, me ndihmu kërkush, edhe pse na s'kemi zgjedh kush pikujna me mund ndihmë. Po nuk din shkem lexim se kur gjitha herë dikush ka mujt me asistu për me mësu. Në këtë rast, më thanë përgjigja për zyrtarëve aty që nuk ka mundësi me i dhonë ndihmë kësaj, do të me pasën për i mjekit specialist. S'ka mjek specialist që te ty dëshmin që aje i shkollum as i shkollum. Kjo në qpikje, kjo në diçka që logikisht ku tanin vesh i thu, mara as jam të një gjuhën apo jam kum onër. Edhe u detyru me gjithë insistimin tim edhe të vajzës që me çdo kusht të voton, nuk u pranun kur, nuk e pranun kur se si nuk ja lejun, ja më hun drejten. Cili ka arsyetimi i komisionerëve në këtë qendër? Deri tash thanë ke mujten edhe qashto kon tash na e ka ndalu komisioni qendror nëse s'ka bëjnë në terma. Ju herave po mendoj bashkëshortja ka votuar pa pengesë herave të kaluara. Herët kjo obligom kushtetues edhe jemi njerëz institucionalist duajna me zbatu atë obligimin çka e kem. Po kësaj radhe nuk mund të me kry këtë punë. Për hir të njerëzve, cilët mas pari ata nuk e din kompetencën e vetë, çka duhet me thonë ju ose pu. E lypa dëshminë, ama dëshminë se s'kam drejt, nëse s'kam se më i shkollum, ama dëshminë që s'kam drejt me në tu. Jo na tha s'kem drejt, po qysh po ki drejt ti me full, e s'ki drejt me dhonë dokument. Edhe që po dohemi të pak. Keni pas ju një huri që duhet paraprakesh me pas një lloj dokumenti, pasi që faqja zyrtare e KQZ-s ka njoftuar qytetarët se si të veprojnë në raste kur u nevojitet asistencë? Une boll jam në rrjedh, se s'm kam e tjetër punë se pensionisti kum krye 76 vjeçor, po kërkun nuk hasën kur një farë njoftimi që i ndalohet një njerit nëse s'ka shkollë me mujt me shku ma si. Ne të më thot dikush, po tash e kam dyshimin unë e pse, nëse më lejo. Jo, faleminderit shumë kaq na mjafton për këtë kohë, mirë po për të sqaruar këtë situatë, unë afër vetes se kam edhe drejtoreshën e qendrës, zonja Sueda. Nderuar, faleminderit paraprakisht për kohën dhe apo na sqaroni se si veprohet në raste të tilla. Po, faleminderit edhe për juve për kohën edhe gjithçka që është më transparente edhe të dihet. Unë si menaxhere e qendrës 2501 në shkollën Tefik Çanga Ferizaj. Ne e dim që është një ndër qendrat më të mëdha të komunës së Ferizajit. Rastin në fjalë siç e tha zotëria është shumë e vërtetë që më herët kanë pas mundësinë të asistohen anëtarët e familjes të cilët kanë probleme shëndetësore apo nuk din shkrim lexim. Mirë po sa i përket rastit në fjalë, problemet shëndetësore mund të vetëm të identifikohen bazë dokumentit të specialistit i cili që ky ka probleme dhe duhet të asistohet, ndërsa rasti i cili kishte që nuk din shkrim lexim, na u konsultuam edhe me kryesuesin e qendrës së votimit brenda klasës 2504, klasa 04. U diskutua që nuk ju mohohet e drejta e votimit, mirë po kanë të drejtë me votu edhe këta që nuk din shkrim lexim, por të jetë i lirë edhe në fatin e tyre apo të saj që me votu. Për ndryshe nuk kanë të drejtë me asistu
familjarët në rastet të tilla. Na u konsultuam edhe me zyrtarët e KQZ-s, do me thënë përveç specialistit që ka dokument, që ka diagnozë, për ndryshe në rastet të tilla nuk ju lejohet. Po, cili specialist e vërteton përmes një dokumenti për një person që nuk din shkrim dhe lexim? Përbes nuk kanë dhënë sharrime shtesë, unë e pyeta edhe kryesuesin çka në raste të tilla si të veprohet, tha edhe na tha gjatë trajnimeve nuk kemi marrë tha informacione se si të veprohet në raste të tilla, mirë po na thanë vetëm që nuk kanë të drejtë me manë të specialistit, por vetëm vetë, do me thënë mos më jam mohu të drejtën, din le të jetë në të fatin e tyre apo të saj. Po, drejtoresh në ndërkohë kjo është një nga qendrat më të mëdha të votimit, sa vend votimi janë gjithsej dhe sa është numri i votuesve në këtë shkollë? Okej, po, brenda kësaj qendre të votimit janë gjithsej 10 klasë apo 10 qendra të votimit. Është një numër, duke tekstu që përveç që thamë është një ndër qendrat më të mëdha, është një numër kogjo i madh i votuesve, gjithsej 8806 votuesi kemi në këtë qendër, po shpresojmë dhe po besojmë që do të dalin të paktën 50% e qytetarëve. Kjo qendër ka filluar me kohë, ka qenë deri tash ka qenë gjithçka transparente, vetëm se qytetarët kanë filluar me krye obligimin e vet qytetar, po besoj dhe po shpresoj që gjatë gjithë ditës do të dalë një numër i konsiderueshëm, pavarësisht që janë lodh, se tu e di që brenda vitit kemi pas shumë situatat, do me thënë zgjedhje, po presim që me dëshirë dhe vullnetin e qytetarëve të arrijmë të paktën 50% të numrit të votuesve që i kemi në këtë qendër. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë edhe për juve. Falenderoj shumë Gentiana për këtë paraqitje, gjithashtu edhe bashkëbiseduesit që i patët. Ishte një ankesë